Kosovës, zotin Kadri Kryzju. Profesor Imbrama. Imbrama. Profesor, a jemi se afert është Kosova, ose sa ndryshe, është Kosova afer që përfundimisht të njësë dhe të mësoj se kush do tjetë kryeministri i ri ose kryeministri ardhshëm i vendit. Me faktin që tashmë shumica ankesa varan, pëzë apo ja thuaj se e mbylli këtë çështje, vetëm në Supreme ka mbitur edhe pak, edhe mbase të bëhet certifikimi. Janë to disa procedura të cilat duhet të kalohen, se është edhe proces demokratik, kështu që Gjykata Supreme je verdiktin e fundit dhe besoj që do të jetë njëjtë me PZAP-n, dhe unë e konsideroj që nga mërkure ashme deri tentën do të certifikohen këto rezultate, kjo bëhen përmes autoritetit të KSZ-s, që i autoritet kushtetues, me 2/3 e antarëve të KSZ-s dhe verifikohen, pastaj janë ato procedura tjera për konstatimin e parlamentit. Në çastin që të bëhet certifikimi i rezultateve, pastaj sa kohë duhet? Certifikimi i rezultateve që të bëhet, atëherë kushtetuta parashef brenda 30 dite, presidentja ka për obligim kushtetues që ta thratë mbledhjen e parë konstitutive të Parlamentit të Republikës së Kosovës në bashkëpunim me kryetarin e parlamentit në detyrë dhe me grupet e partive politike që kanë kaluar pragun, të të që janë në parlament dhe të përgatisin mbledhjen konstitutive, në të cilën në bazë rregullore duhet ta filloj ose ta uhesh deputeti më i vjetër dhe njëri më i ri deputet që është në parlamentin e Kosovës. Pra, nëse potencialisht gjatë javës së ardhshme bëhet pra mërkuri ose ente me siguri më së lartë. Nëse të enten pra më së largu bëhet certifikimi. Pastaj dhe sa kohë, pra brenda një muaji fillimisht konstituohet kuvendi, apo? Po, do të thonë është mandat kushtetues, brenda një muaji presidentja mundet për një herë, do të thotë të filloj, po brenda një muaji detyrimisht duhet ta thresë këtë kuvendin konstituiv, do të thonë themelimin e kuvendit, edhe procedura shkojnë kështu, do të thotë përmes ushtruesit të detyrës, si ta quaj, ose kryetarit në detyrë parlamentit Kosovës, me partitë politike dhe do të thonë fillon mbledhja parë plenare të quaj kështu konstituimit të parlamentit. Ndërkohë sa i përket qeverisë, profesor? Qeveria, pastaj nëse konstituohet parlamenti që nënkupton zgjedhja e kryetarit parlamentit dhe 5 kryetarë me styre edhe 2 minoriteteve, edhe zgjedhjen të gjithë trupat e parlamentit të Kosovës, atëherë partia e parë, respektivisht tashmë vendosja, ka për detyrë ligjore dhe kushtetuese të dërgojë një emër për mandatar të presidentja. Presidentja ka për detyrë po ashtu që ta nominoj mandatarin që ta themeloj ose ta ndërtoj të quaj qeverinë brenda 15 dite. Çka ndodh nëse nuk e dërgon? Nëse nuk e dërgon emrin, subjekti i parë që ka dalë nga zgjedhjet, gjatë këtyre 15 ditë. Këtu ka vakum kushtetues, se s'kemi mund të parashohim gjitha gjërat që mundojnë, se këto e një farë formë, një farë lloj destruktiviteti juridik, ta quaj kështu, normativ. Kështu që nuk i kemi para po në momentin e konstituimit të parlamentit, në mënyrë kumulative, më së larti gjatë 10 ditë, janë të parapame, do të thonë me afat kushtetues që duhet të themelohet qeveria e re, për ndryshe shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por tash çështë dilën nga kjo situatë, nëse potencialisht mund